Dëgjoj pas here dhe shikoj që kanë shumë djegës njerëzit të cilët bëjnë meme cinike për ne që jemi këtu. Për ne që s'kemi ikur. Ne që vazhdojmë përpiqemi. Edhe ka disa njerëz që në mënyrë shumë cinike na tregojnë atë dhëun e tyre të ri, edhe ne sa mbrapa jemi. Ne po ruajmë këtu vendin, po e ruajmë për ju, ne jemi këtu, ne vazhdojmë të jemi, ne do jemi për gjithmonë. Ose të ndrohemi, ju do vini, ne do ikim me kështu me radhë, votash e madhe, nuk ka nevojë për cinizma. Ta respektojmë këtë herë të parë që për ne është hera e parë, Kosova e ka bërë me kohë, po për ne është e bukur dhe emocionuese, edhe pse unë mendoj që sa herë që ti voton ka një lloj emocioni. Unë për shembull pata emocion sot sepse vendi ku votova është vendi ku vija gocën e vogël të përsa lindur, aty ke konsultori e lagjes. Shkoja aty, kam bërë vaksinat e para, kam bërë vizitat e para, kam peshuar për herë të parë, kam parë se mos ftoj kur vija ka peshorja që dikur ishte kështu ndryshe, tani ka ndryshuar besoj po. Po kujtohen shumë mirë. Më kujtohet ajo Lamia quaj zonja që e peshonte në atë kohë doktoresha dhe e mbaj mend shumë mirë çdo përkushtim të jashtëzakonshëm të saj dhe infermierëve, të konsultores, për vajzën time dhe për Mira vajza dhe djem të Shqipërisë, që u rritën duke shkuar atje dhe kanë bërë ato pyetjet që bën çdo nënë e re, a mund ta bëj vaksimin në shtet, a është i sigurt apo duhet bëj diçka tjetër? Dhe më kanë dhënë siguri, po bëhen në shtet se është i sigurt. Kur nuk ndodhin probleme me vaksinat në shtet. Më kanë dhënë besim kur kishte temperaturë dhe zgjash të bëja, kështu që kur vete atje dhe shikoj një bebe aty mbas, them që të përpiqemi të gjithë, të votojmë, të përpiqemi të gjithë, të bëjmë tonën për të ardhmen e fëmijëve të këtij vendi. Më thënë secili të vetën, po ta bëj secili të vetën, pa bërtitur, pa gënjyer, pa cinizëm, pa urrëtie, po me dëmshuri dhe dashuri për të tashmen dhe sidomos për të ardhmen, ne do ja dalim, se jemi shumë pak për të humbur rrugën drejt që e mori. Dhe vazhdojmë me anën se jemi në kohë të tjera, në kohëra digjitale, të bëhemi gati. Atëherë të lutem, e kam anën e ekran, incidentet dhe ndërhyrjet e KQZ-s, po. Atëherë, komisioneri ka raportuar se në 5% të qendrave të votimit janë shënuar tensione mes anëtarëve të komisioneve, por situatat janë menaxhuar dhe stabilizuar me ndërhyrjen e KQZ-s. Në fakt, u pash dy momente, dhe o tregoj pak më vonë që më bëm përshtypje. Gjithashtu janë raportuar raste të mos respektimit të distancës për 150 metrash nga individ që qëndrojnë pranë qendrave të votimit. Këtë se dia unë, duhet të qëndrosh 150 metra, pse? Pas votimit të tyre, gjë që është në kundërshtim me rregullat. Mbasi voton, ri 150 metra larg. Ja, ka dhe njerëz që si dinë se puna ime këto. Megjithatë unë kam njerëz se kisha punë. Arrestimet, 2 persona janë arrestuar. Pra 2 persona janë arrestuar se kanë fotografuar votën. Një veprim që bie ndesh me ligjin zgjedhor. Pra, ty të kërkojnë voto të lutem për këtë, dhe nga që s'të jep fjalën. Kur ti si beson, kur ata s'të besojnë thonë ma fotografo. Ti e fotografon dhe përfundon në burg. Ai në rregull e ka ai. Që i dhe fjalën. Dhe vazhdojmë. Deri në 14, pjesëmarrja në votime ka kaluar 27% në radhën të vendi, pra ndërsa unë rria bëja muhabet këtu, ajo kaloi pak dhe vajti 27% në radhën të vendi. Kryeministri Edi Rama ka votuar në Surrel dhe vazhdon me lidrat e tjerë. Po, të pyes pak për kryeministrin Edi Rama ku ka votuar kësaj radhe dhe çfarë ka thënë. Atëherë. Ku ka votuar ne dim, po gjithsesi unë po e pyes për të kuptuar më shumë. Edi Rama dhe çfarë ka thënë. Atëherë, ku ka votuar kryeministri Edi Rama? I ka votuar në Surrel, afër shtëpisë së tij, po gjithsesi ta dëgjojmë të plot çfarë po thot Ana. Ana thot ka votuar sot në 11 maj 2025 në Surrel, shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama. Pas hedhjes së votës, ai dha një deklaratë të shkurtër për mediat, duke thënë. Çuar kam përshtypjen që se ka thënë këtë vit. Këtë frasë, mua më duket të thashë diçka për të qeshur, po prita të dëgjoj. Se më duket sikur tha, dëgjova që tha që jam unë këtu në Katut, kjo është katundarja ime, këta katundarët e mi, mori me radhë, kështu njerëzit që ishin rreth. Megjithatë, në një mesazh për mediat ndërkombëtare, ka folur për mediat ndërkombëtare. Okej, e lëm atëherë. Dhe
do bëj një pyetje, nuk e di a e di Ana këtë, unë e di, do të vë në prova, na e di ti apo jo, sepse mua ky ka qenë personazhi që më bëri më shumë përshtypje sot. Se dhe vete pata një ide, a mund ta bëj këtë? Atëre, me kë ka votuar Blendi Gonxha. Për ta provoj nëse ta vëm në provë Anën. Dhe nëse Ana nuk e di, do ja u them unë se e pash dhe më ngacmoj. Ata shohim. Atëre. Jo, Ana, nuk e di, nuk është kështu, Ana, nuk është kështu. Nuk e di, ose nuk e di të plot, ti di një pjesë, Ana. Të ta bëj ndryshe pyetjen atëre? Po si ta bëj ndryshe, më mirë po e them vetë se ta bëj pyetjen. Atëre më bëri shumë përshtypje, më gjen dot një plan ndërkohë që të më shoqëroj. Ju lutem, më jepni një plan që të më shoqëroj, se është shumë e bukur. Ai shkoi shoqëruar nga bashkëshortja, ministri i ekonomisë, dhe kishin me vete qenin. Kjo më ngacmoi fort sepse njerëzit që kanë qen ose mace kanë një dashuri e cila nuk është e shpjegueshme për njerëz të tjerë. Të tjerët përfshitet mua kur i shikoja kështu thosha, mjaft tani se e tepruan, tani ç'a bëjmë kështu, lëre tani se njeriu me njeriu, kafsha me kafshën. Po, në momentin që ti e merr, ti nuk arrin dot të jesh shpjegues për tjerët dhe vjen edhe të bëhet vonë të jesh shpjegues. Për shembull unë, duke ecur me qenin dje, një gocë më pa me shumë revolt, kështu që ç'a bën tha, më lëpiu kputucën. Unë u trëmba se që qeni lëpiu kputucën e saj. Domethënë, dhe që aty mund të plasë në sherr, po jo me mua. Dua të them që unë kam qenë tek njerëzit që thosha kam frikë, të lutem largohe se kam frikë. Dhe njerëzit që kishin qenë më shikonin me përçmim, le të themi, ku diun se si më shikonin punën e tyre. Me pak fjalë, kur ti ke një qen, ajo që ndodh me ty është e pashpjegueshme për ata që se kanë. Dhe Blendi Gonxha para disa ditësh doli dhe tha që unë e dua aq shumë, tha, këtë qenin tim, tha, sa mund t'i jepja, po të kisha mundësi, tha, reale, do t'i kisha dhënë ca vite nga jeta ime. Dhe kjo ka qenë një gjë që mua më ngacmoi dhe më bëri të mendoj, po unë do e thosha këtë gjë, ose unë e mendoj këtë gjë, më thënë, se unë e mendoj her pas here sa do jetoj, po, a mund ta mendoj këtë që unë t'i jap nga jeta ime? Tani ç'ndodhi, duke që sa imi ka fushate. U mor kjo deklarat, e u bë tërkuz, e u tha që Blendi Gonxha ka thënë do t'jap vite nga jeta ime Edi Ramës. Edhe unë tani dëgjova Xhibanin një ditë që e kam dhe qef nga mënyra se si të ndonë që tha unë se votoj ta Partinë Socialiste, se ç'a bëjnë ata, tha, thonë që do t'japin vite Edi Ramës nga jeta vetë. Pra, në kohra të tilla ngatrohesh kur të duash. Prandaj është kontrolli me faktet edhe e pe vetë, shikoj vetë, dëgjoj vetë një gjë, pastaj filloje dhe krijo. Nëse ai me ç'duket sot e mori me vete qenin që ty tregonte këti do t'jepi apo vite jetë, jo ndonjë personi tjetër, se në fakt Gonxha është një personazh atipik, nuk është nga ata që bën kështu deklaratash për liderin, të cilat mund t'i bëjnë në njëri, nuk është ndonjë çudi që t'i bëjnë. I bëjnë, po, jo Blendi Gonxha. Nëse, ikim. Ana nuk e dinte këtë, e vura në provë dhe nuk e dinte. Kështu që do të pranojmë që jo gjitha e di, sa gjëra e dim ne më mirë. Por, atëherë të shikoj çfarë po ndodh me një sekond. Atëherë ka dalë Sali Berisha në një konferencë. Mund ta kemi unë konferencën e Sali Berishës? Okej, të gjitha po i dërgojnë montazhin, po nuk e di pse nuk po japim ne Enea, sepse unë flas dhe ndërkohë më shoqërojnë të gjithë. Për shembull, po më thon për Ramën, e ka thënë atë Rama, më thon. Por pasi doli nga qendra, pastaj është me katundarët, shikon? Më fal Ana, ndjes. Unë nuk e di aty e di. Pra Rama e ka thënë të gjithë çfarë the ti dhe unë po i rikthem në njëra ti momenti. Se mua më kishte ngel në mendje kjo histori e katundarëve, po Rama foli më gjatë, dhe s'foli vetëm për ata. Kështu që ndjes. Atëre, të lutem, mund të më shoqërosh me pak figurë që të mos jem vetëm unë me Anën dhe të bëjmë këtë debatin e thasë tha? Të lutem, unë do doja tani Sali Berisha në konferencë për shtyp edhe Edi Ramën që bën thirrje nga komanda e përgjithshme, quan dilni dhe votoni. Japim dot? Ska që do presim pak, ndërkaq presim pak edhe tregojmë të dyja këto, sepse normale është që
duhet të dalin, duhet i bëjnë thirrje ndjekësve të tyre, edhe pse tani është drek dhe unë jam e sigurt që shumë kush ka vajt në shtëpi të drekoj, ose nuk ka vajt fare në shtëpi, po është në këto Tiranën plot me restorante, me kafeteri, me vende, ndërkohë që unë flas, do doja të kisha videot, plot me njerëz të cilët, plot me vende të cilat janë kthyer në bujtina, në oaze të gjelbërta, atje ku mund të shkosh të hash mish me patate, me salcë kosi, se kam përshtypjen të gjithë njëjtin që gatuajnë, apo e kam gabim. Nëse, ndoshta e kam gabim. Por Berishën, po, ma për Berishën të lutem. Por ti ushqeu, këto, u knaqu, po pastaj bëj detyrën, voto.